Një ushtarak me mbi 10 vite shërbimi është drejtuar redaksisë për të denoncuar mungesën serioze të uniformave në forcat e armatosura. Sipas tij, prej më shumë se 2 vitesh, pjesëtarët e ushtrisë nuk kanë marrë asnjë veshje zyrtare, ndërsa këpucët janë detyruar t'i blenë me shpenzimet e tyre personale. Qytetari denoncues thekson se situata është demoralizuese, duke parë se vendet e tjera kanë përparuar me pajisje dhe armatime moderne dhe teknologji të avancuar, ndërsa Shqipëria nuk arrin të garantojë as minimumin për forcat e saj mbrojtëse. Ai ngre pyetjen retorike: e imagjinoni do të plas një luftë dhe ne pa uniforma? Qytetari shkruan se ushtarët, në vend që të mbështeten dhe t'ju dëgjohen ankesat, kërcënohen dhe ju bëhen presione për transferim. Në këtë rast, Ministri i Mbrojtjes Piro Vengu dhe shtabi i përgjithshëm i forcave të armatosura me General Arben Kingji duhet të japin një zgjidhje dhe të sigurojnë furnizimin e vazhdueshëm të trupave ushtarake me pajisje dhe uniforma të nevojshme. Por jo vetëm, pasi edhe Presidenti i Republikës së Shqipërisë Bajram Begaj, si komandanti i përgjithshëm i forcave të armatosura, me që është dhe vetë ushtarak karriere, ka përgjegjësi morale dhe institucionale të ndërhyrë në rastin në fjalë, është më e rëndësishme se sa t'i jap ultimatum Iranit për të ndaluar sulme ndaj Izraelit, sepse ushtarët shqiptar nuk kanë uniforma më bazike një trupe ushtarake.